Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi në hapësirën e studios së hapur me mua Teodor Gjergën këtu në Star Plus, ku sot, mbrëmjen e sotme, do të flasim për një temë totalisht ndryshe nga çfarë jemi mësuar që të diskutojmë këtu. Kemi lënë pas politikën për të folur për një gjë shumë më të bukur, besoj, se sa politika. Do të flasim për gratë forta. Një term i cili është shumë e rëndësishëm në kohën ku po jetojmë për përfshirjen, por dhe për një përfaqësim sa më dinjitoz dhe të barabartë në shoqërinë ku ne jetojmë. Me mua në studio padyshim është një grua shumë e fortë, një nënë shumë e fortë, Eriola Zadrimo. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi me mua sot në studio. Dhe do të ndajmë një bisedë të këndshme për ato çfarë bën një grua të fortë, për sfidat, por dhe le të themi misionin që ajo ndjek për ta përcjell këtë forcë tek personat e tjerë të cilët nuk janë as shumë të forta në fakt, dhe përballen me sfidat që nganjëherë edhe i thyen, i përkundin dhe nganjëherë ja humbin atë rrugën. Po, nuk mendoj se nuk ka njerëz të fortë. Të paktën këtë rrugtimin që kam bërë deri tash jetë, sepse është vetë jeta që të mëson për disa etapa ose për disa nofka që të vehen, po të la me vazhdu. Jo, grua e fortë, ky koncept, çfarë bën një grua të fortë, Eriol? Duke marrë parasysh është një kalvar i gjatë jetë që duhet kalosh, ta superosh besoj. Teodor, realisht nuk do të kisha dashur kur me pas një noftë të tillë ose një koncept të tillë me jetu në kurrizin tim. Tu ka një vajzë rritur në një familje me tradita shkodrane, ku vajzat përkthejlen, ku vajzat janë ajka e familjes, tu ka një gru e trajtuar jashtëzakonisht mirë në familjen e tim shoqe, me një burrë me norma shumë të mira jetet, me norma që tregoshin një aspekt ndryshe, jeta përmyset edhe më duhet me marrë timonin e jetës të vetëm. Asnjëherë nuk është e lehtë. Dhe është një koncept që nuk mendoj se ta imponon shoqënia, nuk ta imponon shoqënia, ta imponon jeta. Sepse shoqënia nuk mundet me thonë që tash ti do të bëhesh e fortë. Edhe po ta thonë, nëse nuk mundesh, nuk mundesh. Por është vetë jeta që të cakton një rol që ti nuk mundesh me kanë ndryshe, por duhesh me kanë një grua e fortë. Një nanë e përkushtuar, të paktën derisa sensi i familjes rrjall halon venat e mia. Ajo që i ka kanë prioriteti jem ton jetën, qysh në momentin që unë kam lidh kunor me të mshoq, ka kanë familja. Edhe për fatin ndoshta temin, edhe për një gjatë shajtë të jetës teme, unë kam lidh kunor në ditën e familjes shajtën kish. Për kohët e krejt mirë me qëllimet që i kisha vu vetes. Pra, familja është ajo që të bën me bë disa sakrifica, ku ti duhesh me kenë një timonire shumë e fortë, e suksesshme, por mbi tona e vëmendshme, me e kuptu krejt mirë ku po të qonë kë rrugtim jetet, sepse ata njerëzit që vinë me shembullin tënë, kanë me njek një atë rrugtim. Edhe duhet me ditë atë rrugtimin që ti e ke marrë për sipër, a i bën ata njerëzit me shku aty ku duhet, ku ti manaj e kënaqur, që ata kanë arrit aty ku janë sot. Ka pas një moment, besoj, në jetën tuaj ku u duk se gjithçka po shëmbi. Po Jo vetëm një. Po të paktën çfarë ju kanë bajt në këmbë? Që jeni këtu sot kaq e fortë. Dy momentet jetës teme që unë hala edhe dridhem, dikujt ndoshta nuk e hin sy kjo dritërima që kam. Por unë do të dridhem sepse njeriu nuk planifikon me kriju një familje, edhe në gjysmë rrugtimit jetës tane me vazhdu vetëm rrugtimin, edhe me u bë veti zoti i shtëpisë, si thojmë na zoja e shtëpisë. Edhe këtë nuk e parashikon asnjëherë, edhe kur ndodh një gjë e tillë, është të ka ndryshu kursi jetës. Nuk e ke kuptu, po të ka ndryshu kursi jetës. Që do me thonë? Do me thonë që jeti ajo, që do ngresh në kam atë kullën që është bërë cop, thërmu, po do të ngresh në kam edhe do të ngresh me themelet forta prep. Nuk ka rëndësi se si jeti. A je e dopt, a je e brisht, a je të vujt shumë, a ke një dhimbje shumë të madhe mran. Janë të gjitha gjërat që kalojnë planin e dytë. Mas ti momenti ishte edhe një moment tjetër që
rrjedhimisht vinë si pasojë e njëri tjetrit, një stres i fortë, një dhimbje shumë e fortë, sjell anomalit fizike, ose smundje tjera, sjell ato gjëra që ne nuk i dëshirojmë asnjëherë. Edhe u përballa edhe unë, edhe me këtë pjesën tjetër që po më ka shem, realisht më ka shem. Ajo që më ka qunë kam janë ato zanët unë e kujtoj, mam kur do vish në shtëpi, ndërkohë që është në spitalin onkologjik në Tiranë, mam kur do vish në shtëpi. Ishte kjo fraza që më ka bërë me shku në shtëpi. Do të vish shumë shpejt. Edhe e kam bë qëllim vetvetes, sepse ka dhe momente ku njeriu lëkundet edhe kam pas aq lëkundje sa thash ball. Unë nuk du me luftu më. Le t'jetë shkru që atjetë shkru, në qofë se ka ardhë koha që unë me ikë për kësa jetë, se ne të paktën kush beson Zot, mendon që ka një jetë vërtet, le t'iku një jetën e vërtet ball. Nuk mundem ma, mu dukte sikur mishin peshu supet ma shumë se duhet. Por Zoti e din që nuk është koha jote, dhe nuk ishte koha jeme me i kas kërkon, ishte koha jeme me ka nana e fëmijëve të mi, edhe kjo ka qenë frymëzimi më i madh i jetës time. Kajherë tu i pas tash një moshë të madhe, i tham nuk e di, i tham kur kam qenë vajzë, di që kam qenë nanë këtë jetë, po vajzë kam harru kur kam qenë. E kjo ka qenë shtysa, motivi, qëllimi, fryma, ëndra, edhe vazhdojnë me kënë gjoja ma e bukur që më ka nëllë jetë me kënë nanë e 2 fëmijëve të mi. Absolutisht. Flasim pak për poezin. Jeni ndoshta ndër poetet e mia të preferuara, me ato vargje herë të lumtura, por edhe të trishtuara, padyshim. Ka qenë kjo letërsi, kjo poezi një mënyrë për ta shëruar shpirtin? Poezia më ka gjetë në një moment delikat të jetës time, por jo thjesht në atë moment, rjallë prej kohësh në venat e mia, unë falemnderës që ti fan i poezisë. Por mendoj që ajo nërkohë që ajo ishte rjallë në gjakun tem, unë mendoj që gjeta strehen, kur unë isha njeriu më i trishtuar në botë. Edhe arrita me zjarë shpirtin tem, dhimbjen teme, arrita me zjarë prishësinë teme në përvargje. Fal vargjeve u banen këngë, si që ishte Rezarta Smaja, si që ishte Ermal Demiri me mujtë, Rezarta me këngën tjetër, Sin Anër, ishin momentet caktume të jetës që njerëzit e kanë një shumë thellë. Edhe kur e pash që publiku i do të vargjet, thash, okej, faleminderit që i dojnë vargjet. Pavarësisht se unë e kam shkru diçka që më vite prej shpirtit. Asnjëherë nison me u quajt poete. Ajo shkruani më shumë kur jeni mirë apo kur jeni mërzitur? Kjo është një pyetje që besoj pak klishe, po pak rëndësi ka, por gjithsesi është një pyetje që i bëhet unë mendoj që jam pjek me kalimin e kohës. Që du me thënë, se vjen edhe poeti ose shkrimtari, vjen të mësu me i kontrollu disa emocione. Por gjithmonë, në momentet më të trishta njeriu shkruan, në momentet kur duket sikur bota nuk po ecë mirë. Realisht ka momente që unë du me shpërthy edhe me në kallëzu kësaj botës, që nuk e di Kovadis, e kena shprehje të famshme, po nuk e di se ku po shkon kjo botë. Janë disa parime me cilat na jena eduku, janë disa tradita që na i kena mbartë që shumë fëmini, nuk i gjejma. Edhe nuk e di ndoshta brezi tjetër që po vjen është një brez më i sofistikum, po nuk e di se sa gjë shpirtënore kanë me pas për mrena. Nuk du mi përjashtu të tanë. Edhe më dhamin shumë gjana, kur i shof. Edhe shumë herë mundohem me i shprej, qoftë me një status vogël, po qoftë edhe me vargje. Por shpesh herë dhe dhimbja e tjerëve bëhet dhimbja jeme. E vedin shumë shpesh në pozicionin e dikujt që po vuan, ose që më tregon një histori trisht. Edhe vedin nuk e di pse, kam këtë empatin shumë theksuar, dhe mendoj që empatia është një prej atyne ndjesive që ne kemi na majt vërtet në jetë. Kam frikë se pa empatin mesim disa njerëz që si vanikina, po kthehen në robot. E nuk më pëlqen kjo robotika sotme, realisht. Është vërtet, në fakt. Një moment caktuar të jetës, ju humbët bashkëshortin, ndërsa jeta ju sprovoi sërish, duke ju vënë përballë një smundje që fatkeqësisht është dhe një nga sfidat më të mëdha botërore për të luftuar, siç është kanceri i gjirit. Një përvojë besoj që ju
ka ndryshuar rrejtësisht mënyrën e të jetuarit dhe të menduarit për shumë gjëra. Si e keni përjetuar? Ishte një përvojë pjesa e sëmundjes së tumorit ose kancerit, nuk du me theksu ma tepër, po ishte një përvojë që unë kam kuptu që jeta është shumë e shtrejtë. Edhe na halosja kina mësu vlerën. Mendoj që edhe me kalimin e viteve nuk mësojmë asnjëherë me mësu vlerën. Kujtojmë se ajo puna që ne bëjmë është gjoja më e rëndësishme në botë. Edhe harrojmë se një moment tjetër ti nuk mundesh me e bërë atë punën. Mendojmë se kina kohë për me i thënë njerëzve më të dashtën që ju du shumë. Mendojmë se kina kohë me i përqafu nanen, babën, fëmijët. Asnjëherë nuk du me fjetë gjumë pa i përqafu. Nuk du me mëllë sytë ndarkë pa i nizanin nanës dhe babës tem. Pa i nizanin, pa i kuptu atë ndjesin e tyne të mërëndshme, sepse unë e kuptoj edhe qoftë edhe me disa tingujt të hollë, a janë mirë apo s'janë mirë, du me ditë që janë mirë, sepse kam kuptu se jeta të vend përbara disa sfidave që ti mundesh në një ditë tjetër mos me pas këtë mundësi. Mos me kuptu se ke ikë pa janë i zanin, mos me kuptu, mos me ditë që ti ke ikë pa i përqafu fëmijët, pa i thanë, pa janë i atë erën, se unë jam nanë dhe unë një e me aromin e tyne, knaqe me aromin e tyne. Kur përballesh me sfidat tilla, kupton se një nadje me diell aty në balkonin tam me një kafe përpara është gjoja më e jashtëzakonshme që mundet me të nollë. Ndoshta Monet do ta kishte bërë një prej aty në pikturave tia më të famshme, kurse unë kam poezinë time më të bukur. Edhe tha, mo Zot, faleminderit edhe për këtë ditë. Këtë kam pësu me thonë, faleminderit Zot edhe për këtë ditë, faleminderit që i marrë frymë edhe sot. Edhe mundohem me ja dhanë edhe fëmijëve një këtë gjatë, thoni mam, jeni mirënjohës mam. Nuk po tham mirënjohës deri në për ullje, po jeni mirënjohës që sot e keni pa edhe një diçka tjetër, po keni përjetu edhe një ditë bukur, po keni jetu ndoshta edhe një moment caktum, se ka ndoshta i tham njerëz në këtë jetë që dëshiroj një gjatë tillë. Çfarë do t'i thonit një grua e cila po përjeton aktualisht atë çfarë përjetuat ju? Cilët do t'ishte këshilla juaj? Nuk i prek në një gjanë seder, sepse unë kam pas mundësi me taku shumë gra tilla në spitalin onkologjik në Anë Tereza. Edhe këto gratë i kam taku një herë, 2 herë në muaj, se 3 herë në muaj në Tiranë. Në momentin që unë pyqa a kanë me mëra flokt, njëna për ty në më shifte, je shumë e bukur edhe putranën flokt. Edhe unë kisha me o thonë që jeta është shumë ma e bukur se mrena një spitalit e para. E dyta është e para, ndoshta uroj edhe e fundit mundësi që mi diftu jetë sa shumë e bukur më najt me ty. Duhet me marë frenat në dorë, duhet me marë kurajon që s'ki ku me gjetë, po duhet me marë guximin edhe me jetu intensivisht, me luftu. Është një prej aty në smunjeve që dënë shumë pozitivitet, dënë shumë guxim, dënë me i thanë veti, gjdo ditë jetës tane, ose gjdo kohë që ti po përbalësh me te, unë kam me ja dalë. Edhe këtë duhet me ba, me ja dalë, jo thjesht me thanë, po me ja dalë. E kam shumë të ofert një rast të një prej njerëzve që unë e kam shumë për zemër, të një mikes teme, nuk du me dhanë emrin, që po përballet aktualisht me një smunje tillë, edhe ishim bashk kur mjekët i thanen që nuk e di se sa kohë keme pas jetë, por edhe Zoti mundësin me kalu ajo koha që ta caktunen, edhe ajo me kanë gjallë. I tha vedit ja del. Edhe menoj që kam ja dalë, ka gjetë një rrugë të mesme, midis asaj që dikush thotë kështu, po nuk e pas ka gjithmonë shkenca në dorë. E ka edhe vetë njëri, o sepse na besojmë Zot. Po edhe mos me besu, jo nuk tham mos me besu, duhet me besu dikon. Duhet me marrë njëri një lloj kuraje, duhet mu lidh dikon, duhet me atë shpirtin tam me e shfaq dikon. Por me e shfaq ma shumë është me i thanë vedit para pasqyrës, unë kam për t'ja dalë, sepse duhet me ja dalë. Edhe nuk është kur fundi i rrugtimit tem këto. Padyshim, krahas këtij besimi që ju thoni, është e rëndësishme që këto gra që po përballen duhet të jenë edhe të marrin pjesë në kontrollet periodike, besoj. Që është një temë shumë e rëndësishme dhe një rikujtesë për gjithë ato gra dhe vajza.
që po na dëgjojnë? Realisht sensibilizimi është një gjë shumë e madhe. Kontrollet duhet me fillu edhe qysh me përballjen time, unë kam fillu me të dy fëmijët me bë kontrollet një pas njëshme, që do me thonë, analizat të pakte një herë në disa muaj duhet me i bë. Atë pjesa e vajzave duhet me bë kontrolle tjera, ma të hollësishme, me përkatësinë e moshës që kanë. Se edhe disa kontrolle bëhen me moshën që je, se s'mund t'i bash disa. Por ka mënyra. Teodor, një gjë shumë e rëndësishme për sa i përket këtyre smundjeve tumorale, është ushqyerja, edhe është mënyra se si na ushqehena. Një armik shumë i madh i këtyne janë fast foodet realisht. Po him ndoshta në një temë krejt më gjanë, por ajo gjoja që unë kam bë në momentin masi jam përballë me një gjatë tillë, ka kanë regjimi e ushqimor që ka ndrru totalisht për asaj që unë kam bë më përpara, në atë që unë baj sot. Mos flasim nga njëherë ndoshta pesha nuk difton shumë gjana, po kujdesem shumë për ushqimet që konsumoj. Është shumë e rëndësishme me ditë me ushqy vetin me gjana që nesër nuk sjallin problemet ndryshme. Është shumë e rëndësishme me bë kontrollet. Është shumë mi dhon shumë rëndësi qoftë një analizë krejt thjesht. Mos më e lanë se na shqiptarët ka herë kalojnë vite pa bën një analizë. Edhe analizat e gjakut janë një kontroll, ashaja e parë që ti mundesh me kuptu se diçka nuk shkon në trupin tam, e jo vetëm këto. Por është shumë e rëndësishme gratë kontrollohen. I kollon Zoti të Shkodër, na kollon të shmak mundësi, e jo vetëm Shkodër, mamografit në për spitale janë falas, një pjesë e mirë. Gratë që kontrollohen me shku, me pa veten, me kuptu se çanol me trupin tem, do t'ishte një gjë mrekullueshme. Paranalimi është fillojmë me ushqimin, po diagnostikimi i hershëm është një jetë e pështume. Kthehemi edhe një herë tek termi grua e fortë. A është gati shoqëria sot, shoqëria jonë, pak maskiliste për hir vërtetës, për t'i dëgjuar këto histori, për të dëgjuar këto rrëfime? Është thyt tabuja. E mendoj që është thyt tabuja. Pse? Unë e shoh që gratë po flasin çdo ditë më shumë, edhe do me thonë, këtë tabune kanë pas pak edhe gratë. Ne jena rrit me atë idenë mas nxjerr gjë prej shtëpijet. E ke parasysh faktin brezi jem, se ti majorisa unë, brezi jem, ju mas thoni gjana jashtë. Po tash unë verë në studio televizive, në jetën e përditshme, kur mlidhena me miket, na diskutojmë, qoftë për vetin, qoftë për miket tjera, është thyt tabuja, por ende kena barriera, po diskutim. A jenë gati shoqënia me një gjuhë vërtetat që nollin me ne, duhet me ka janë gati. Lutem. Po jetojmë jena një shekull tjetër, jena një vit ku ka emancipu shkenca, ka shku në ato faza që mu, as po të ma kishin thonë disa vite më përpara, nuk e kisha imaginu, edhe ajo që mundena me thonë është e vërteta. E vërteta, më shumë se e vërteta, nuk thënë tabu asgjë tjetër. Sepse me të vërtetën njeriu mundet me ecë me shku dikon, po me të pa vërtetën ose me heshtjen nuk shkon kërkon edhe këtë e kina kuptu mas mirit na. Faktën brezi jem po, është i përballën. Kam frikë se jam një brezi të humun, po s'ka gjë. Le të jemi edhe brezave të humun. Ariol, çfarë ju bën sot ndjeni e lumtur? Kam një gjë sot që unë lumturohem shumë kollaj. E para është një... Unë presim familjen tonë një bebe me në ardhë. Edhe sa herë që i tham ti me bije, mam, a ke një bebi? Sa të po mam e kam një, unë knaqem, më mushet shpirti. Edhe tham që zot falemnderës që më pas ke dhanë këto ditë më shumë, që unë kam jetu emocionet papame. Por, e di që më ban taman, është aja pjesa ku e mbirë mërë në telefon, edhe thotë, mam sot kishim provim, thotë edhe unë e mora provimin, është në vitin e 2 për financë, kontabilitet në universitet. Edhe thamë, sa herë e mylli telefonin, mje një lloj lumëtërie të thellë, pse aty ku kam dashur me i pa fëmit, aty po i shaf. Por më ban të lumtun edhe një fëmijë që i rrugës me një balon. Me mjaftan me, po në mungon fëminia, dhe thamë që ka me mungu ta njëtën qastet e lumëtën e të fëminis teme. Në fund, për mbyllje, nëse jetën tue do e përkufizonit me një fjali, rrugtimin tue, nga fëmi deri në momentet që ju jeni, cila do t'ishte ajo fjali? Me përkufizu jetën teme me një fjalim, ki ba me shtrydh, me kontensu shumë gjana mbëri herit, edhe kam frikë se ajo fjalia dele pa bukur. E ke parasysh ka një herë një informacion që dan me kontensu edhe me ashtu.
Jo, thjesht e vërtet. Jetën time e ba me përkufizu me një fjali kisha me thonë, a disa gjoa bukur ka kenë me mu. Edhe është një gjoj është zakonshme që ne duhet me marrë vetë guximin me jetu jo me elan dorë të fatit. Kja është ajo fjalia që kisha dasht me e thonë vedit çdo ditë shumë ma herët në kohë. E kam marrë guximin shumë ma mrapa për me e thonë një gjatë tillë, sepse kam mendu se jam një grua e lirë. Unë e kam mendu se jam një grua e lirë, e kam ba jetën si një grua e lirë, pa barriera, po e shifsha që më vite keq për disa mendime, më prekshin disa opinione, kisha frikë se mos po cekshin disa njerëz që i kisha shumë të shtrejtë dhe i kam prap të shtrejtë dhe dashtën. Por është një gjatë tjetër që njeriu kur ka një guxim, kur kalon disa dallë këtu mlaja, tallaze, atëherë kupton se liria është një koncept tjetër, dhe jo aja që ti ke menduar se është liri. Ja, është tjetër gjë, është shumë ma gjanë, është shumë ma madhe se mendja jonë të udhër. Të falenderoj shumë për këtë bisedë, që për herës vërtetë se shijova shumë. Unë vjen mirë, por kisha dash me thonë edhe një gjë. E di që është muji i kancerit të gjirit, bashkë me mujin e letërsisë. Patjetër. Por kisha dash me lanë një mesazh për meshkujt që përballen me një smundje të tillë. Ashtu siç themi le të kenë kurajo gratë, ashtu them edhe unë është koha që burrave mi dhanë edhe një shpresë edhe me thonë që po edhe na e kalojmë një gjatë tillë. Janë njerëz që rrinë të heshtën edhe e kalojnë shumë të heshtën. Por di që kalohet, edhe di që donë kurajo, por donë që ti me kënë shumë pozitiv me vedin, edhe me i thonë vedit e kaloj. Nuk ishte thjesht për kancerin e gjirit, është për të gjithë ata që preken nga kanceri. Të falenderoj shumë dhe ishte me të vërtet një kënaqësi kjo bisedë. Faleminderit për ju. Uroj që të kemi dhënë mesazhet e duhura për publikun që na ndjek. Patjetër. Shikues të Star Plus, kjo ishte edhe puntata e sotme në studio e hapur, i lënë në shoqërinë e programit në vijim. Nga mua Todor Gjergën, natën e mirë dhe miru takofshim.